E kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë në hadith: "U'titu ma lam yu'ta ahadun min al-anbiya." Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, mua më është dhënë diçka që nuk i ka është dhënë asnjë pejgamberi. Jo njerëzve, pejgamberëve. Mua Zoti më ka dhënë asnjë pejgamberi s'e ka dhënë. Ne sahabët tham, "Kulna ya Rasulullah, ma hu?" Të ka dhënë. Çka të ka dhënë Zoti që asnjë pejgamberi s'e ka dhënë? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Nusirtu bir-ru'b." Vinire, nusirtu bir-ru'b, asnjë ummet se ka. Nusirtu bir-ru'b, në transmetim tjetër ka ardhur, nusirtu bir-ru'b mesirat ash-shahr. Nusirtu bir-ru'b mesirat ash-shahr. Ndihmon mu Zoti duke ja u hedh tutën armiqve në palc, duke u thu një muj. Do më thonë, armiqët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kanë ditë se kur të nicet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, edhe një muj nuk vjen, nuk mërin. Ato një muj ditë janë tutë. Qëta kërkush nuk e ka dhe, veç Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Hajde tash dalmi dikush thotë se tash apo na këtu nuk kena lufta klasike që i ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E dikush thotë ku a kjo? Hajde ka dhënë mu cila pi cilës tutën më shumë ti, pi këtë feve. Ja, cila apo çfarë si bëhet muhabeti më shumë? Apo i kije për shembull mrena vitit apo 350 dit Islami e për me balancu pak dhe nja po edhe këto qertë. Ku është ato qertë? Me nëzise i përmenët. Me nëzise i përmenëni Islami, gjamia, hoxha, Korani, ato, këto, ekstremistat, radikal non stop nusirtu bir-ru'b. Që shka të të pejgamberi sa Allah i ma ka dhanë ato tutën pi kur gjohiqit. A ki po që ishtë tutën? Që i du i tutë Allah? Qa ti të shë për dit e di që ka ban për dit, ama pse tutët? Nuk tutën vëzër, po se kur të bën njëri krim, i tutët pitana onë dhe tutët. Që ka vëzër për nga mesë më thotë, nusirtu bir-ru'b. Kjo është prej Allahu xhela xhelalu. E ka ndihmu Allahu pejgamberin sallam që armiqtë e tij para më shka thot alayhi sallam, një muj dit, pra, ajo nis sot, ato e dinë se mas një mujve ka me mri. Mas një mujve ka me mri. Një muj dit ato tutën. Një muj dit, kuj që ka dhënë Allahu xhela këta, as kuj në dunja. Thot pejgamberi sallam, e dyta, utitu mafatih al-ard. Mi ka dhënë Zoti mua çelësat e tokës. Kush i ka çelësat e tokës? Kush ka çliru vende në dunja ma shumë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Tali ka çliru në dunja. Ai ka thënë, këtë dunja e ka çliru vëllazë. Nuk ka vend prej vendeve në dunja që nuk ka hi emri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A nuk ka krijetar që i ka hi emri i tij në çdo vend. Ama Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po. Hajt ka thënë në cilin vend Allah s'ka mri emri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Jo mu praktiku atje feja apo mu zbatu, jo, emri, a kamri ati Muhammed Rasulullah, a kamri profet i muslimanve, po kërejt njërzime kanë mërvesh me përjashtimet vogla, nështë dikun në gjungull dikun se kanë mrije, përgjësi krejt e kanë mrije, sepse për jënësëm ka thonë ki emri em, kjo feja eme ka me mri në gjdo vel. Shiko, jë ka thonë Allah qilësët e tokës, këtë tokën vendet ma pjellore, vendet ma qytetare janë nënshtruhe Muhammedit a.s. Apo, këtë Stambolli shka e shif një jullë dhe zërë, si e ka pos emrin? Para se me pos Istanbul, si e ka pos? Islamabul, vendi i Islamit. I kujtë e konë me harët? Romakve. S'kam pas vend më të mirë në dunja. Kujtë jo është nënsrua jo? Apo, tash na e dim, apo dikush thot atje azbatohet Islami 100% apo nuk zbatohet, na e dim. Ama a thuhet minare ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, thuhet. Edhe kur atë çlirua thon, edhe sot thuhet. Apo dhe armiq më të përbetum s'kan mujt me rrezue Islami që ka përhap pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E mos flasmi në vendet si Persia, e në vendet si Afgani, e në vendet të tjera të zati ka marrë pejgamberi sa prej tokave arabe. Kjo është vëzër e jashtëzakonshme çka i ka ndodhur pejgamberit sa për 23 vjet. Për 23 vjet 13 i bllokum në Mekke, që i bie sa për 10 vjet. Kush ka shiru vëzër për 10 vjet dunjën? Pa gjene, në histori për 10 vjet këtë dunjën e ka shumë, se ekziston kjo vëzër. Andaj që ka thërë, o titu me fatih. Kur ta jep dikush qelsin, o ndryshe. Ti mund është me pas arkën për parasive. Apo,
Muno është mi mshue, apo i merë burgijat, ku di që ka merë badjava. A i vena që të thotë, unë e kam Chelsea. Të pse jep zor? Chelsea e kam. Kur e ki o dhe zër Chelsea, apo, e ti shtaj që thu, pse i ti mshu me krije kësaj? I bote që s'po qelet. Po hani vëllat që Chelsea. Kur e ki Chelsea, nuk i mshon me krije derës. E për jënësë me ka dhe Allahu Chelsea, që ku i ki Chelsea? Edhe Allahu ka me t'i dhanë kretë venët. Për këtë asjo dhe janë talë munafikat. Me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur ka thënë në luftën e Ahzabit, mi dha Zoti Çelsat e Persis edhe Yemenit. Edhe ka thënë, na jena në zor nevojtorës në shkojna, do t'ju nderoj. E ki këshish ka na, ama ka ndodha ajo vëzër, e s'ka ndodha ajo që kanë thënë munafikat.